Skënderbeu ja del të marrë fitore ndaj Laçit, ndaj një rivali direkt dhe tashmë shkëputet i vetëm në krye të klasifikimit, ndërkohë që Laçi mbetet në kuotën e 9 pikëve. Jam sërish me Ardi Beharin dhe me Sokol Bulku në pritje për të lidhur me stadiumin Skënderbeu në Korçë për të qenë me trajnerët por dhe me lojtarin e ndeshjes me kolegun Llazi Saro. Diskutojmë pak për ndeshjen. Në një farë mënyre ishte ajo që parashikuam, apo jo? Shohim pra se si lëviz klasifikimi, Skënderbeu shkon në kuotën e 13 pikëve dhe ndjeksi më i afërt për momentin është Laçi me 9 pikë. Në fakt, Gert, duhet ta them që në fillim që më befasoi shumë Laçi. Në mënyrën si e kishte përgatitur ndeshjen dhe sidomos në pjesën e parë. Sepse mendoja që do ishte një Laç që do priste dhe do rinisej. Mirë po, ndodhi vetëm minutat e fillimit një gjë e tillë, edhe këtu prap dola nga pritshmëritë për faktin se presoj lartë, bëri një presion të alternuar dhe në një pjesë të madhe të kohës, në pjesën e parë ka administruar lojën, ka mbajtur topin në zotrim, ka pasur rotacione të shumta, ka bërë një asimetrina e djatha me Myrtën dhe me Mjakin dhe një lojë lineare na e majta ku lojtari i kraut sulmuesi Isak ka mbajtur, ka siguruar bashkë me Jefferson, ka siguruar gjersinë e fushës. Dhe në këtë aspekt më ka befasuar, sepse kjo sjellje e Laçit në fushë i ka dhënë lojës një bukuri shumë të madhe në pjesën e parë. I ka dhënë ritëm, intensitet, kombinacione, qarkullim topi në zona të rëndësishme të fushës, lojtarë që luanin afër dhe sidomos qarkullonin topin me pak pasime. Ashtu dhe Skënderbeu, nga ana e tij kishte të njëjtin qasje në fushë, kishte një presion të lartë dhe asimetri nga e djatha ku zinxhiri i djathtë Vangjeli dhe Çuçka në fillim kishin një mirëkuptueshëm me njëri tjetrin, futet nga brenda Çuçka dhe Vangjeli merrte mrapa shpinën, kurse në krahun e majt kishte një lojë lineare me Nasër që siguronte gjersinë e fushës dhe me mbrojtësin e majt Zenullari që shkonte në mbështetje. Megjithatë, mbizotroi frika për të mos e pësuar, sepse prodhimi i rasteve, pavarësisht në volumit, ishte në raport të drejtë, pra kishte pak raste në pjesën e parë për atë lojë që u prodhua. Pjesën e dytë ishte krejt ndryshe. Fillimi ishte i Skënderbeut, presoi shumë lart, agresiv, ndau markimet 1-1 në gjysmë fushën e kundërshtarit me një linjë mbrojtje të lartë dhe u bazua në fillim te tranzicionet e shkurtra, pra niste aksionet te ato topat që fitonte në gjysmë fushën e kundërshtarit dhe pastaj në lojën në krah kur manovra fillonte nga poshtë. I prishi ekuilibrat fakti i kartonit të kuq të Mjakit, që në një ekip kaq të ri, një ekip kaq simpatik, Mjaki pretenduet që mos ta lë skuadrën me 10 lojtarë, aq më tepër ka një karton të verdh, një mendjeletësi e tij që penalizoi skuadrën. Sepse më pas erdhi dhe goli. Dhe pas kartonit të kuq, me vendosjen e Laçit fillimisht në një 4-4-1 që mbuloi gjersinë e fushës, Gjoka guxoi, bëri ndërime, ndëroi sistemin e lojës, u bë me një 4-4-2 në blok të mesëm, por që nuk u vendos kur në blok të mesëm, por e bëri për manovrën sulmuese që kalonte në 4-2-4 dhe në zonën e fundit ishte 2-4-4 me një dëmtësi shumë të madhe të njerëzve në zonën e repsisë. Vazhdoi ta bazonte lojën në krah, te dy fishimet që lojtarët bënin me njëri tjetrin deri në linjën e fundit të zonës përfundimit të aksionit, dhe më në fund erdhi goli si pasojë e një lojtari që erdhi nga stoli, por të një veprimi që insistonte ta bënte me pjesëmarrjen e mesfushorit në gjysmë zonat e qendrës. Dhe me sigurimin e avantazhit, Gjoka ndroi prap sistem në një 4-3-3, shtoi një linjë në fazën mbrojtëse dhe e mbylli ndeshjen, po themi, në ekuilibër. Në fund të këtij sezoni e marrun licencën UEFA B me gjithë këto leksione që po i mbajtë mend. Sokol nuk e di tani me gjithë elementet edhe detajet që e bëri analizën Ardi, çfarë ka për të evidentuar akoma? Jo, është për të vlerësuar, sepse realisht kishte kualitet kjo lloj ndeshje. Pra ishin dy ekipe me individualitete, me një nivel të lartë teknik, por edhe taktik. Unë mendoj që pam Laçin një skuadër shumë solide, sidomos pjesën e parë, pra
ishin shumë të fortë si në markim, ashtu dhe në pjesëmarrje në fazën sulmuese, ku e preku Pakarti kishte densitet nga krau djathtë, Mjaki, Myrtaj, Bibo, Kalaj, dhe kishte një gjerësi nga krau majt. Pra, unë mendoj që e vuri në vështirësi shumë pjesën e parë, por është për të theksuar që gjithë ky kualitet ose gjithë këto individ nuk krijuan shumë raste. Pra, shpesh herë ne në ndeshjet e Skënderbeut kemi thënë që Skënderbeu shpërdoron shumë raste, sot nuk i kishte ato raste, ndoshta edhe kundërshtari ishte shumë i fortë, ose... Po e rëndësishme është që goli erdhi dhe 3 pikët... Ishte një ndeshje për të fituar. Ishte për të fituar. Sepse kishte përballë një kundërshtar direkt. Shkojmë me njëherë në stadiumin Skënderbeu në Korçë, ku na pret kolegu Llazi Staro, me trajnerin e Skënderbeut Ernest Gjoka. Përshëndetje dhe urime për fitoren. Përshëndetje, faleminderit. Ju Gerta, jemi me trajnerin e Skënderbeut që duket se ka kënaqur fitoria, por ka disa gjëra që ndoshta ekipi i tij kënaq 3 pikë, por ka disa gjëra që ekipi i tij duhet të përmirësonte. Profesor, një fitore e rëndësishme me një rival direkt në Korçë në fushën tuaj, por duket se nuk jeni fort i kënaqur. Pse? Po, sigurisht është fitore e vështirë dhe ne e dinim që një kundërshtar si Laçi që ka disa pika të forta, ka një mesfushë shumë të mirë. Ndoshta nuk jam i kënaqur sepse duhet kishim bërë pak më shumë ndoshta në posedimin e topit dhe në markim në fazën mbrojtje. Ishin disa momente që kundërshtari për vërtet na buri në vështirësi. Por gjithsesi futbolli i tillë është, pastaj kishim Laçin, një nga kundërshtarët tonë direkt. Laçi ka një skuadër që është për të vlerësuar. Studio. Po, Ardi Behari. Përshëndetje Nesti, urime për fitoren. Por me njerë duhet të të pyes, kujt pjesë i referohesh për këto problematikat që ju cekët më lartë? Pjesës e para apo pjesës e dytë? Ardi, më shumë e kam ke pjesa parë, ishte një 10 minutë, 12 minutë që Laçi në mesfush filloi duke bërë mirë dhe na vuri në vështirësi, gjeti hapësira dhe midis linjave. Dhe këtu ishte ajo që na prishën pa ekuilibrin dhe na vunë panik. Kurse pjesën e dytë gradualisht, pastaj mendoj që pjesën e dytë kishim më shumë ne posedim topi, pavarësisht që rastet nuk po dinin për të shënuar golin derisa erdhi goli në vazhdimsi. E drejt në fakt, sepse u vure përveç fillimit, ishte një pjesë që Laçi administroi mirë në sidomos topin zotërim dhe rotacionet. Por edhe ju, për pjesën e parë, rotacionet, unë i pash një shkallë të kënaqshme, dolën një shkallë të kënaqshme, ka dalë jo më pak se 2-3 herë Janaqi midis linjave në rolin e Dhjeçit dhe ka kapur po ashtu edhe thellësin në krahun e djathtë në zonat boshe. Aja keni arriti pjesën e parë qëllimi i rotacionit që ju kërkonit, që kishit përgatitur në fakt? Për rrisë vërtet e sartë është fikse ajo që ju po shpjegoni, ajo ne atë me Janaqin e bëm. Nuk ishte problemi në fazën sulm, se sa mendoj në fazën mbrojtje, na vunë disa herë në vështirësi, sidomos numri 80, numri 31, kishin një lloj koordinimi bashkë që na vunë në vështirësi dhe ne nuk po i ndanim mirë. Duhet mbulojmë zonë apo duhet ta mbulonim 1 për 1 në një pjesë të fushës në zonën afër portës tonë. Kjo ishte vështirësia, kurse në fazën sulm ne sigurisht e kapëm thellësi me Janaqin, munduam edhe me Abund të kapim me Abubakari, por gjithsesi ishte një moment i vështirë për ne dhe kjo ishte për merit kundërshtarit. Absolutisht po. Dhe në pjesën e dytë Nesti, sidomos sepse filloi shumë mirë pjesë e dytë edhe ai presioni ultra ofensiv që ju dha mundësinë e tranzicioneve të shkurtrave që nuk rrezikuat pak te zona e Laçit. Por në superioritet numerik reaguat me njerë. Dhe jo vetëm ndëruat dojtarët, por ndëruat çështme kryesorja sistemi lojës. A e mendove ndonjëherë që një nga zonat në inferioritet numerik, sepse Laçi u vendos 4-4-1, e mbulon të gjerësinë e fushës. Një nga zonat më vulnerabile të Laçit mund ishin zonat e qendrës dhe ta fokusonit aty, po themi sulmin, sepse e pash që synuat shumë në krah me ato 2 fishimet e zinxhirave anësor. Sigurisht që e mendova atë, por më shumë garanci mendoja që do merrnim thellësi nga krahët dhe duke pas që mbushëm zonën gol me shumë lojtar, mendoj që aty do ta venim vështirësi dhe do gjenim gabimin e kundërshtarit dhe besoj që aty e kapëm dhe në vështirësinë e kundërshtarit. Absolutisht. Zgjedhja juaj u dha të drejtë, suksese. Sokol Bulko. Përshëndetje Nesti, urime për fitoren dhe
komplimentet e mia, sidomos kur ekipi Laçit ngeli me inferioritet, ju vepruat shumë shpejt, pra kjo tregon që e lexuat shumë mirë lojën dhe komplimente për një trajner sepse realizuat shumë shpejt dhe ishte gol me vlerë 3 pikë. Pyetja ime e parë ishte për atë pjesën e parë, sepse ndodhi dhe me Pogradecin ku në fazën sulmuese ju kishit probleme 30 minutat e para, po të referohemi asaj ndeshje sepse pikat e forta të mesfusha, pra që merr pjesë në organizimin e lojës, sot ishte e markuar. Ju e preket pak dhe thatë që gabuat, normalisht gabuat se ishte dukshme në pjesën e parë në markim. Tani kjo ndikoj tek impostimi i skuadrës për pjesën e parë, sepse pash edhe ju me shenja shumë herë që i thonit mbrojtësat edhe mesfushorëve që të dilin para, pra kjo mungesa e markimit në zonë dhe 1 kundra 1 ju penalizoj në fazën sulmuese pjesën e parë? Shiko, mendoj që kishte ca momente që ne nuk duhet kishim hapësira në mesfush apo në kur themi ne në ekuilibrat dhe mendoj që ndeshja sot filloi mirë për ne. Patjetër, 10 minuta e para po, dhe ato 10-12 minuta që Laçi na mori, na vuri në risk me lëvizjet pa top që fillon duke bërë 3 mesfushorët e qendrës. Dhe kjo na prishi ekuilibrat. Dhe kishte momente që ne duhet markonim 1-1, ne rinim zonë. Kishte momente që duhet rinim zonë, ne rinim 1-1. Dhe për këto gjëra jam i paknaq. Po sigurisht mos harroni që ne kishim një kundërshtar si Laçi që ka goxha cilësi brenda dhe ka një skuadër goxha cilësore për këtë kampionat. Kështu që është dhe merite kundërshtarit ndonjëherë. Nuk është gjithmonë me që edhe ne kemi një skuadër që mendojmë që kemi një skuadër cilësore për këtë kategori, duhet patjetër që ne duhet dominojmë në shkallën superiore. Jo, sepse edhe kundërshtari që kemi përballë sot është një kundërshtar i denj. Ama ne për këtë linja që punojmë dhe për këto detyra që bëjmë duhet dim t'i ndajmë që kur jemi në zonë, kur kemi ekuilibra, kur jemi 1-1. Këtu ndoshta çaluam pak. Pyetja e dytë. Pyetja e dytë, na ke mësuar Nesti ose ekipi që shpërdoron shumë raste. Sot nuk kishit shumë raste para portës, prandaj e lidha me pyetjen e parë që gjitha këto prishën ekuilibrat në fazën sulmuese apo Nasër nuk, sepse shifja pak larg nga zona përfundimit të aksionit, domethënë nuk more ai përsipër në rastet e caktuara. Jo, mendoj që Nasër ndonjëherë nuk duhet jetë aq larg. Raporta ka detyra tjera specifike, por Nasëri ndonjëherë duhet luajë edhe pa top sepse nga që markohet shumë, ne mundojmë gjejmë planin B, që të lëvizin nëpër midis zonave për të gjetë hapësira. Dhe në momentin që ai vjen brenda, sigurisht largohet nga zona gol. Por gjithsesi unë mendoj që nuk është se s'patëm raste, nuk ditën t'i shfrytëzojmë maksimalisht sepse ne kemi shkuar shumë herë para portës, por ndoshta ai pasimi i fundit apo ajo cilësia e fundit për ta çuar topin në rrjet ndoshta po çalojmë. Mirë Gjoka, të falenderoj shumë, urim edhe njerë për këtë fitore edhe suksese në vazhdim. Kemi mbyllur kështu me Gjokën, ndërkohë jemi në pritje për të qenë edhe me trajnerin e Laçit Senegaliezi, që edhe ai pavarësisht humbjes duhet komplimentuar. Absolutisht po. Absolutisht po, edhe sidomos për 2 arsye. Mosha e re e lojtarëve dhe koha e pakët e tij në krye të skuadrës. Dhe të prodhosh një futboll me këto automatizma, patjetër që ke merita, sepse e ka ndihmuar shumë fusha dhe lojtarët, shumicën unë i njoh, edhe lojtarët që ka në dispozicion i ka me karakteristika që e luajnë topin, por që të marrësh 100% që këtyre lojtarëve që luajnë topin, duhet të kesh një zotësi për më tepër dhe që është italian, nuk është se e njeh kampionatin shqiptar dhe për më tepër një kategori të parë që edhe informacion shumë nuk ka. Dhe një merit të madhe ka edhe në kompaktësinë e skuadrës, në mënyrën se si skuadra sillet fazën mbrojtëse. Pra, ka një presion të alternuar që fillon te zona ofensive dhe zbret gradualisht me blok të mesëm duke u grupuar. Është e vështirë që edhe Gjoka jo më kot ka synuar ansoret sot, sepse është e vështirë që Laçi të hysh në qendër. Do të shkojmë dhe njerë në stadiumin Skënderbeu të Korçës, do t'jemi me trajnerin e Laçit Senegaliezi, por fillimisht lutem çuna pyetje sa më të shkurtra dhe më të thjeshta që mos t'ja komplikojmë jetën përkthyesit. Përshëndetje Llazi dhe komplimente trajnerit pavarësisht humbjes.
Complimente per te. Non tanto. Io sono hai qualcosa da dire? Ok, la mia domanda è questa, mister. Il rosso di oggi ha cambiato la partita? Sei dispiaciuto per questo o per l'atteggiamento che ha avuto la tua squadra? No. Pra, Ygerta e pyeta në qoftë se kartoni kuq ka qenë ai që komplikoi ndeshjen apo ka ndonjë diçka tjetër që nuk shkoi me ekipin e tij për gjatë këtij takimi? Ma sinceramente è cambiato tutto lì, ma c'è anche un'altra cosa c'è un'altra cosa che vorrei rivedere. Io credo che il fallo su Mirta sia abbastanza evidente. Il cartellino Traduciamo. Ok. Unë mendoj, përveç asaj duhet të flas edhe për fallin e Mirtës, që ishte dukshëm që nuk ishte. Nel momento del cartellino rosso la partita era in equilibrio, il cartellino rosso ha cambiato chiaramente il fattore più importante del momento, perché stavamo anche crescendo sia fisicamente che tecnicamente. Il cartellino rosso ero qui vicino, onestamente non c'era perché non lo ha toccato, penso si rivedrà e ripeto, siamo amareggiati secondo me perché una partita giocata bene non la si può perdere per due episodi veramente molto duri. Mi dispiace doverlo sottolineare, ma in questo tipo di partite certi episodi fanno la differenza. Por në këtë ndeshje këto lloj episodesh e bën diferencën. Ygerta, nuk e di në qoftë se kartoni i dyti verdi Mjakit, me thënë të drejtën, e ka prekur dhe ishte një ndërhyrje për karton të verdh, të paktën me aq sa pam ne. Megjithatë ai do ta shohë në ftohtësi dhe do ta kuptojë. Che Mjaki nel secondo giallo ha avuto contatto con il giocatore di Skënderbeu e c'era il secondo giallo. Ma secondo me... studio dal replay. Io non lo so, adesso lo rivedrò. A me sembra che lui abbia tirato le gambe indietro, quindi il campo è bagnato, ma lui non era entrato. Gjithsesi, eci me pyetjet sa më shkurtë, lutem. Poi lo rivedremo, ma Ardi Behari. La certezza che lui abbia ritirato le gambe. Eci më Ardi Behari, Ardi të lutem. Kemi që komplikacione. Përshëndetje, dhe me lejoni të komplimentoj për këtë ndeshjen sot që në gjykimin tim ishte një ndeshje me aromë superiore, pavarësisht rezultatit. Pyetje Ardi, pastaj... Noi non dobbiamo chiaramente tenere d'occhio solo il risultato, ma a questi livelli contro un avversario comunque forte noi volevamo capire a che livello eravamo. Sinceramente la sconfitta mi lascia tanto amaro in bocca perché non la meritavamo sul campo. Dhe nisur nga kjo në fakt, nuk doja ta diskutoja më pjesën e parë, sepse ishte një pjesë e ekuilibruar edhe një pjesë e barabartë në gjykimin tim. Por shkoj direkt e pjesa e dytë. Dhe 10 minutat e para ishin të Skënderbeut me një dhe vuajtët presionin ultraofensiv të tyre dhe rezikuat në disa tranzicionet të shkurtra të tyre që ishin raste, kryuan raste. A nuk mund të kishit një zgjedhje tjetër, do me thënë me nisje direkte të lojës, po insistuat që të kishit një nisje nga portieri? Noi avevamo anche la difficoltà di sostituire Zambelli. Questo ci ha tolto un po' del palleggio in costruzione. La pressione iniziale dello Skënderbeu è stata abbastanza forte, ma dopo i primi 10 minuti siamo cresciuti, abbiamo preso ritmo nella partita e credo che, ripeto, la partita è finita come è finita, ma ci sono degli episodi che l'hanno condizionata. I ragazzi hanno fatto una buona partita, non siamo stati fortunati. Vuoi dire qualcosa per Mirta o per Teresa? Per Teresa non
Lei la domanda dal studio. Përshëndetje dhe komplimenta edhe nga ana ime për mënyrën se si u soll ekipi sot, sidomos pjesën e parë, ishte një pjesë e parë perfekte dhe barabartë përballë kundërshtarit shumë të fortë. Pyetja ime është si ka mundësi në një kaq kohë pak të shkurtër të trajnerit, ekipi kishte automatizma dhe kishte një performancë sikur kishte shumë kohë në drejtim, pra. Për këtë e ndihmojnë lojtarët apo trajneri ka hyrë deri në brendësi për ta përmirësuar këtë dhe për ta arritur këtë gjë? Mister, com'è possibile che in un periodo così corto, dal tuo arrivo in panchina, la squadra ha reagito? È il merito dei giocatori che hanno le doti per sapere dimostrare le tue orientazioni in campo o è successo qualcos'altro? No, merito della società e dei giocatori. Merito shoqërisë dhe lojtarëve. Io vivo di luce riflessa perché i ragazzi che sono stati messi insieme dalla società, lo ripeto per l'ennesima volta, hanno grandi prospettive. Pecchiamo un po' di ingenuità perché siamo giovani, si vede sull'espulsione che sia giusto o no. Secondo me non doveva fare quel tipo di intervento perché poteva suscitare un dubbio sull'arbitro, ma la squadra ha veramente qualità. È stato troppo facile far crescere questi ragazzi, lo ripeto, la sconfitta ci crea tanto amaro perché i ragazzi meritavano di uscire da questo campo con un risultato positivo per le qualità che hanno e per le prospettive che hanno. Atëherë Ygerta, për sa i përket pyetjes Sokol Bulkut, trajneri thotë që mbi të gjitha është merita e klubit, i cili ka ditur të krijojë një ekip me lojtar të rinj dhe tepër të talentuar, vuajnë pak për pjesën e mungesës së eksperiencës, siç mund të jetë edhe rasti i ndëshkimit me kartonin e kuq të Mjakit, që e ndryshoi atë lojë, por që trajneri mendon se është shumë e thjeshtë për të, duke u bazuar tek cilësit që kanë këta lojtarë dhe atë që din të tregojnë në stërvitje dhe në fush për ta ndryshuar disi dhe për t'ja bërë më të thjeshtë punën dhe përshtatjen e skemave të tij apo të ideve të tij në këtë ekip. Gjithsesi ai mendon se kjo humbje i le pak të zhgënjyer pasi duke ju referuar lojës që zhvilluan sot përballë Skënderbeut, meritonin të dilnin me një rezultat pozitiv. Shumë e vërtet. Mirë, ju falenderoj, suksese në vazhdim dhe gjithsesi komplimenta për performancën e djendhe të Laçit sot. Mirë, kthehemi edhe njerë në studio, do të shkojmë edhe njerë të fundit në stadiumin Skënderbeu, sepse do t'jemi me lojtarin e ndeshjes që është përzgjedhur me të drejtë ai që shënoi golin e fitores dhe që vlen 3 pikë, Renato Gjini, që në fakt ishte një lojtar që nuk është se kishim shumë informacion, pastaj filluam të gërmonim edhe të shikonim se nga ka ardhur edhe në Greqi ka luajtur. Datëlindja 2000, 25 vjeç. Pra ka një lloj pjekurie? Absolutisht po. Që sot i dha 3 pikshin zgjidhin ndeshjen, domethënë. Që do të thotë edhe këtu, ta ka edhe gjithë stafi ti, ka qenë. Pra ne po e diskutonim edhe bashkë, që këto dy skuadra, po sidomos këto dy skuadra, e kanë shfrytzuar rënjen në kategori të parë për të rinovuar skuadrën dhe për të zbuluar sa më shumë lojtarë të rinj. Pra për të pasuruar me elemente të rinj. Me elemente të rinj të cilët janë, po bëjnë diferencën, dhe marrin një vit kampionat, që është kampionat i rëndësishëm, edhe ky kampionat i fortë, dhe vitin tjetër në Super League, nëse dalin të dyja skuadrat, me ndonjë përforcim të vogël për eksperiencën, e kanë ekipin gati. Po, në fakt, edhe imazhi që shikonim, nuk kanë të bëjë vetëm që është një ndeshje në dritën e projektorëve, por edhe cilësia e lojtarëve, janë shndruar niveli, ishte si një ndeshje Superlige. Shko kush zotësia e këtij, po themi, edhe merita e trajnerit, po themi. Kalaj vjen nga Durrësi, nga Teuta, nuk ka marrë shumë lojë vjet në Teuta. Kalaj është vendosur në një rol të tillë në mesfush, bashkë me Nergutin dhe Bibon, të cilët janë rritur bashkë, Nerguti dhe Bibo, është dy lojtarë që janë rritur që fëmijë bashkë dhe e njohin lojën e njëri tjetrit në perfekcion, por Kalaj ka funksione të tjera te ky Laç. Kalaj është ai lojtari që nëse na krau i djath, Myrto futet na brenda dhe Mjaki kap siguron gjerësinë dhe thellësinë,
Kala është lojtari që luan në gjysmë zonat e qendrës në krahun e majt dhe bën zinxhirin ansor me sulmusin e majt. Pra ti po thua sa gabim ka bërë Teuta që e ka lëshuar dhe vjen te Laçi edhe... Nuk po them këtë, po them sa mirë ka bërë Kalaj që është në një që ka bërë një zgjidhje të tillë dhe po i egzaltojnë cilësitë, këtë po them. Nerguti po ashtu ka një histori të tillë, pas një eksperiencë janë lojtarë kombëtarësh të moshave. Nerguti pas një eksperiencë në Kroaci ka bërë këtë zgjedhjen për të rikthyer në Shqipëri në një klub që besonte të rinj, që i rrit me minuta loje dhe sigurisht që kampionati ka fituar një lojtar tjetër. Këtë po them. Olsi Myrto është datënia 2006. Po them që në Laçi e ka shfrytzuar këtë pozicion ku është për të pasur Olsin një nga njerëzit kryesor në manovrën e saj sulmuese. Dhe egzaltojnë cilësitë duke filluar lojën larg markimit në zonat ansore për të shfrytzuar mundësinë e tij dhe talentin e tij për triblimin. Edhe lojtari krahut majt 2006 më duket Isak. Po, Isak, edhe Isak 2006. Ja ta shohim edhe një herë këtë rastin nëse e përsëris, highlights-et po shohim. Me që trajneri i Laçit senegaliezi kishte pretendimet pak në ka qenë afër dhe ashtu si e ka parë. Okej, me sa duket kemi përsëri kolegun Llazi Saro me lojtarin e ndeshjes Renato Gjini. Përshëndetje, urime për fitore, për golin edhe për performancën. Ygerta, në fakt jemi me Estrejen. A me Estrejen? Më është konfirmuar që do të jetë Estreja. Okej, në rregull. Ke shumë të drejtë, po. Po, ke shumë të drejtë. Ndjes. Dhe unë sapo i kam dorëzuar trofeun e lojtarit të ndeshjes, është trofeu i parë që Estreja fiton në gati një sezon tek Skënderbeu, sa i lumtur është sot. In one season in Skënderbeu is the first time you win this trophy. You are happy for this? Yes, I'm happy. I told it's good to win a award like this, but the most important thing is the 3 points for the team. Po jam shumë i lumtur për trofeun individual që fitova, po më i lumtur jam për 3 pikëshin që mori ekipi. Studia. Po. Ardi Behari. Urime për fitoren e Estreja dhe për titullin si lojtari ndeshjes. Pyetja ime është e shkurtër në fakt, sa mungon në Rabiu apo po të zgjidhje, të kisha mundësi të zgjidhje, do të zgjidhje të isha akoma me Rabiu në çiftin e mezit të fushës para mbrojtjes, apo edhe Abubakar do rritet e do shkojnë në nivelin e tij? From the studio, say congratulations for the trophy. Then they ask if you miss a little bit Rabiu, and if you have the chance to decide to stay with Rabiu or Abubakar is good. No, it's different players. I like to play with the both one. It's a short time to play with Mario. I'm happy with the life of Mario can do it now, and I'm happy to play as well with Abu. So that is the most important. Janë lojtarë të ndryshëm, po isha i lumtur sa luajta shkurt me Rabiun, po dhe Abubakar ishte lojtar shumë i mirë dhe ndihem mirë me të. Sokol Bulku? Përshëndetje, urime për çmimin, edhe pse unë mendoj për cilëtetin që ka Estrela duhet kishte më shumë çmime lojtarin ndeshjes. Pyetja ime është, sot kishit përballë 13 fushor shumë të fortë Laçit. Tani kishit vështirësi sot që Estrela dali në lojën e tij, sidomos pjesën e parë. Dhe kjo lidhet sepse luan me 2 mesfushor të tjerë këtë sezon, pra është ajo që bëri Ardi pyetjen e parë, pra ju mungon kimia midis këto 2 mesfushor që Estrela dalin më në pa, sidomos vështirësinë që kishte pjesën e parë. In the first half we have a lot of problems in the middle of the field because then the opponent team have a good player, and for this reason they ask this problem come because you don't find yet yourself with the new player, with Janashi and Abubakar in the middle, or was from opponent team they play something tactical? I think it's not about the time that I play with Abu or Janashi. I think we make a lot of space to Laçi play, and of course they have good players. And after in the second half we play with more compact team, and I think we are better. Nuk besoj se ka lidhje kjo, ndjem shumë mirë me të dy,
Pjesën e parë kishim pak probleme, por pjesën e dytë e rritëm shumë nivelin, ishim ekip më kompakt dhe krijuam më shumë hapësira. Mirë, ju falenderoj, urime edhe një herë, jo vetëm për ndeshjen e sotme, por edhe për të gjitha ndeshjet e tjera, sepse ka bërë vërtet performanca të mira dhe shumë suksese në vazhdim. Congratulations for this match and for other match you make before because you play very good. Thank you. Falenderoj dhe përshëndes edhe kolegun Llazi Saro, që ishte me intervistat para dhe pas sfidës. Kemi vritur në fund. Do i hedhim një sy edhe ndeshjeve të Abisnes Superiore? Ju lutem regjia, shohim kalendarin. Bylis Partizani, Tirana Dinamo në orën 16, Bylis Partizani në RTS 2 Definition dhe Tirana Dinamo në RTS Sport, ndërkohë që në orën 19 do të jetë Elbasani Teuta, po në RTS Sport. Në një koment shumë të shkurtër? Se parashikime nuk ju marë. Në fakt, ne i thamë, kryen ndeshja edhe pse është derbi, po unë them që është ajo për ato arsye që ne thamë në fillim të emisionit, që janë dy skuadra që duan të shkelmojnë, le të themi krizën, po të themi një mini krizë. Pra, derbi i vogël është derbi i vogël e merr vëmendjen, aty. sepse skuadrat e tjera pastaj kanë ato pritshmëritë e tyre. Sokol? Për sa i përket skuadrave... Më bëj një parashikim ti, ha. Për gjitha? Jo, vetëm 3-ja. 3. Fiton Bylis, fiton Dinamo, fiton Elbasani. Oke, këtë ishin parashikime Sokol Bulku, që mos lodhesh për gjëra të tjera. Faleminderit shumë Ardi Behari, Sokol Bulku, që ishte me mua në këtë transmetim maraton të ditës sotme. Ne do të kthehemi nesër në orën 15, transmetim të drejt për drejt me Supergol, kështu që unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju lë takim nesër. Deri atëherë, kalofshi sa më bukur.